Përshëndetje gra në të gjithë botën, gra shqiptare. Dhe jo kam sjellë këtu te kjo struktura që paraqet femrën me tër emrin dhe vetit e saj. Se afroviti i themi këtu në Greqi, dhe sot dua të them të bëj thirrje kudo që je, që sot e tutje ke mundësi të përmirësosh mënyrën e jetesës tënde. Të ftoj në një trajnim të fortë dhe sidomos dhe sot, dita e mërkurë në orën 20 me orën e Shqipërisë, në trajnimin falas për të gjithë ju gratë që dëshironi të largoni barën, frikën nga e kaluara dhe të arrini të punoni me veten tuaj, të punoni zhvillim personal në çfarë do kohë që jeni tani, dhe jam këtu të ndihmoj me mënyrat e metodat e ndryshme që ka punuar me veten time, me përvojën time për të dalë nga errësira dhe nga ijet. Për të dalë nga ijet dhe të shkosh në dritë, për të zbërthyer zinxhirët nga e kaluara dhe nga paraardhësit, nga mentalitetet e vjetra, programet, traumat, dhe jo vetëm sot që po të them bashkohu me grupin ton që të ndihmojmë njëra tjetrën dhe me përvojat tona, me fuqinë e madhe që kemi, sepse kemi një fuqi të madhe, ne së bashku mund të bëjmë gjithçka. Të gjitha ato që kalon, frikrat, bimbjet e vjetra, dhimbjen, atë rezistencën që ke bërë, sakrificat, nuk janë tëndet. Kanë qenë të nenave tona, të gjysheve, së gjysheve, 14 vejza nga mbrapa. Erdhi koha që ne t'i lirojmë dhe ja dedikojmë këtë vetes tonë dhe në të njëjtën kohë ja dedikojmë fëmijëve tanë. Prandaj, në qoftë se t'intereson të lirosh mendimet dhe mentalitetet e vjetra, programet, traumat nga e kaluara, nga paraardhësit, merr pjesë në çdo gjë që bëhet falas dhe në të njëjtën kohë dua këtu t'ju them që kur ndryshon ti, mund të ndryshoj dhe fëmia jote, mund të ndryshoj bashkëshorti jot, partneri jot, mund të ndryshojnë të gjithë njerëzit rreth e rroti. Dhe ne jemi të rritur si shpirtra më të mëdhenj që gjithmonë kemi bërë sakrificë si gra që të arrijmë të bëjmë zhvillimin personal. Prandaj unë jam këtu për të udhëhequr, për të treguar mënyra të ndryshme si të dalë nga ato, për të liruar të gjitha barrat, traumat, për veten tënde, për gjyshet, për stërgjyshet nga mbrapa dhe për fëmijët tanë. Dhe çfarë do vinë nga fëmijët tanë, për fëmijët të fëmijëve. Le të zbërthejmë të gjitha së bashku atë zinxhirin nga paraardhësit, nga e kaluara, dhe të qëndrojmë në forcën tonë, në atë forcë që na i ka dhënë Zoti. Dhe jo më me përpjekje dhe me luftë, jo më me sakrifica, por me dashuri. Dhe këtu jam e sigurt që në qoftë se vërtet do pyesësh intuitën tënde, shpirtin tënd, që do ose s'do të fillosh këtë revolucion, si nuk të thejmë, të zhvillimi personal, nuk do më dëgjosh mua, po vetëm shpirtin tënd. Ndaj unë të ftoj sot, data 23 prill, në orën 20, në trajnimin falas që do bëjmë disa gjëra të vogla nga trajnimi i madh treditor që do bëhet në datën 23, këtu edhe një muaj si sot, me 25 në Tiranë, dhe ju ftoj të gjitha dhe juve gratë të vini vetë ose me fëmijët tuaj nga mosha 7 vjet dhe sa vjet vetë fëmia juaj, mund të marrësh dhe ti, grua dhe maman tënde, të thuash ato ankesat
ato ndjenjat, emocionet që i ke blokuar dhe të ka bërë dëm në shpirtin tënd, në trupin tënd, ke blokuar trupin tënd dhe nuk i ke thënë asnjë fjalë. Erdhi koha që ti të flasësh, gjithashtu të dëgjosh dhe fëmijën tënde, sepse dhe ne, a dhe unë që ju flas këtu, pavarësisht se punoj shumë me veten time, kam berë dhe mund të bëj prap gabime, por këto nuk jam gabime. Gabime janë ato që ne nuk punojmë me veten tonë, mos pranimi, që mos i dëgjojmë fëmijët tanë të shprehin emocionet e tyre. Jam këtu për të gjithë ju që vërtet dëshironi të punoni me veten tuaj. Për nëna, për fëmijë, të shprehim një të vërtetë. Kanë ardhur kohët që ne duhet të çlirojmë energjitë e bllokuara, të jetojmë për veten. Bëni diçka të mirë dhe për veten tuaj. Mos hyni në burgjet e emocioneve dhe çfarë do thonë të tjerët. Dhe për ju të gjithë ju fëmijë, çfarë do moshe të keni dhe adoleshentë, dua t'ju them, pavarësisht se mentaliteti është që fëmijët kanë detyrime ka si prindërve, dua t'ju them që nuk keni asnjë detyrim ka si prindërve. Jeni vetëm morët jetën nga ata, i falenderojmë, ne mirënjohje dhe ju do ta çoni jetën më poshtë. Dhe ne si prindër jemi këtu për t'ju mbështetur, për t'ju bekuar që t'ju shkoni përpara. Nuk jemi me të detyrojmë fëmijët që të bllokojnë veten e tyre për prindrit. Prindrit janë në vend të tyre dhe fëmijët në vend të tyre dhe kur ne të kemi nevojë si prindër, fëmijët do jenë aty pranë sepse dëshirojnë të jenë, jo nga detyrimi. Prandaj le të punojmë së bashku për të liruar të gjitha këto bllokime, të mësojmë gjërat e vërteta si janë dhe t'ju japim liri fëmijëve, sepse vetëm kështu do arrijmë të kalojmë të gjithë mirë. Dhe ju nëna, mos shikoni të keni vetëm detyrime dhe të jepni që të tregoni vlerën tuaj, por shikoni që keni dhe të drejta. Lereni veten të gëzojë, bëni një shëtitje të vogël, akoma dhe aty, jashtë shtëpisë, jashtë oborrit. Thuajini vetes të dua në pasqyrë, sepse meriton shumë, po si ty meritojnë dhe fëmijët. Prandaj në qoftë se do që edhe fëmijët e tu të kalojnë mirë që këtu e tyke, të kenë liri dhe t'i lejsh të bëjnë ëndrat e tyre realitet, atëre liro çdo gjë që të bllokon ty dhe le të lirojmë dhe fëmijët nga peshat e paraardhshme. Le të jemi ne gratë me fuqinë tonë të fortë që të arrijmë të bëjmë shkëputjen e të nxirrave nga paraardhësit. Dhe e di shumë mirë që do mundemi të gjithë bashkë. Ndaj, ju dua shumë, me zipres të vi kësaj radhe në Tiranë dhe dua të jeni sa më tepër njerëz. Fëmijë tash dhe prindër, nëna, mund të jesh dhe baba të dëshirosh të vish te ti me vajzën tënde, me çunin tënd, por më të tepërta jemi ne ato femra që mbajmë ato bllokimet. Ndaj, për këtë të ftoj në këtë trajnim të madh, rezervo vendin tënd që të dimë, që të themi në çfarë vendi do ta bëjmë aty në Tiranë, të shikojmë sa pjesëmarrës do jemi. Unë pranoj sa më shumë. Dhe në të njëjtën kohë, nëse jeni të interesuar, më shkruani në WhatsApp ose në Viber me mesazh për më tepër informacione 0030 699 321 46 37. Asgjë nuk na ndalon të shkojmë përpara. Asgjë nuk na ndalon akoma dhe tani në çfarë gjendje që të jesh ti të bësh ndryshimin tënd. Dhe këtë ta jap me firme me vulë, sepse dua të të tregoj përvojën time, historinë time. Dhe ti je një histori më vete. Ndaj respektoj veten, pyet shpirtin tënd, intuitën tënde, a do t'jesh vërtet atje. Dhe shpirti yt e di pse në qofse do ose s'do të vi. Do ketë vende dhe për njerëz që nuk ka mundësi që të bëjnë pagesën, që janë vërtet ata lexin që nuk munden.
Prandaj ju